Gjatë viteve të fundit, qytetarët e Kosovës janë përballur me një rritje të dukshme të inflacionit dhe me ngritje të çmimeve, sidomos të produkteve bazë ushqimore. Por zakonisht në prag të festave, marketet në vend shpallin oferta dhe ulje çmimesh. Megjithatë, sipas konsumatorëve, këto ulje shpeshherë janë simbolike dhe nuk e lehtësojnë mjaftueshëm xhepin e qytetarëve. Pavarësisht ndryshimeve të shumta ndër vite, tradita e sofrës së Bajramit në familjet kosovare vazhdon të ruhet. Por sot kompletimi i saj qytetarit të Kosovës pritet i kushtoj rreth 50 euro, edhe me zbritjet e ofruara nga marketet. Qytetarët thonë se përballja me shtrejtimin e çmimeve është bërë sfidë e përditshme, jo vetëm gjatë festave, por edhe në ditët e zakonshme. Për Bajrami o Bajram. Amo dikush ko edhe kryhet emisioni. 100 euro kushtojnë krejt aty që ati mblenë me maru ato, ma shumë së kushtojnë. Situata është edhe më e rëndë për kategorinë me të ardhurat të ulta, sidomos për pensionistët. Ata thonë se ndjejnë nostalgji për festimin e Bajramit në kohën e kaluar, duke thënë që tani më as festat nuk e kanë gëzimin e njëjtë. Allah i shtirë, se unë jem e pension. 230 euro kom pensionin, po jesëm pa pare. Po kush ka, sa ka, mundet me pregadit, bes sa ka pare, sa ka të hëlla. Sa s'ka lënë gjysë, s'ka me thonë, së është e thonë mi plësu krejti. Jo, ka ndryshu, se tash për para Bajrami ka pas gëzim madhë, e kanë festu me gëzim shash, tash jo, në ka ashtë të farë, sikur për para. Se po hane po pinë gjdo ditë, po mëllësine e gjithë farë që kanë pregadit për Bajrami, kanë dajma. Po bezbelja i për para, ka një farë organizimi ma ndryshi. Ma ndryshi konë. Ka një farë se vdeja me madhe, mu vesh mire me dalë, me teshat mire me dalë. Tash ja, tash të kanë dëshu. Dikush po, faktë ka shtirë. Ata që jenë pensionat me 230 euro ka shtirë, për një mujdit me kalu me 230 euro dhe me festu Bajramin 100 euro. Përbëllojmë të qyrë, përbëllojmë. Kam edhe djelë, ka pak mënojnë, të djelë, të monë. Se mes me kone ta, s'ka me bo me 180 euro. Nëse 220, 18 ashtë kanë bo me benzinë. Po nuk po di që është në farë aspekte, dhe më hanë. Në aspektin e ushqimeve? Ushqime, po. Nëse të normale, të për Bajrami, çdo kush fash mundohet më mirë me ushqime. Dhe më hanë. Përveç ushqimeve, familjet shpenzojnë para edhe në sektorin e higjienës dhe atë të ëmbëlsirave.